Jeta shkruan në romane, thot mençuria popullore. Në këtë roman dram të gjithë ne jemi aktor të roleve nga më të ndryshmet, do të thot një urtësi tjetër. Për brenda këtyre kornizave, sot po flasim për Musli Bekteshin, i cili profilon në një mënyrë të veçantë urtësitë, proverbat që i përmenda. Kush është Musli Bekteshi, të cilin po e marrim si rast për të shkoqitur dronca të fateve të mira dhe shpesh të çuditshme dhe interesante. Qarku i quajtur jetë, në të rrotulluarit e vet, bren qendrën e rrotullimit dhe këtu nuk ka të ndalë. I shembullen kjo moshës së protagonistit ton, i cili në këto cikle për të mirë breu jo veç se inertësinë dhe pajtesën që do të vetë avancohë. Autodidakt, siç është Musli Bekteshi, sot merr për të drejtë që në rrethanat e reja të risistemimit shoqëror të merr nga vetë investimi. Kjo ilustrohet me faktet më prozaike që i regjistron statistika. Zotri Musli, ju faktikisht jeni inovator, risimtar i disa makinave të cilat shërbejnë për prodhim. Keni filluar nga zero. A mund të na thani se si keni filluar dhe si keni arritur? Është pak e çuditshme, nuk keni të mbaruar fakultet, por konstruktoni makina të cilat vështirë se mund t'i konstrukton edhe ndonjë inxhinier i cili ka fakultet të kryer e kështu me radhë. Unë me këtë punë mirëm pej vitit 56, 1956, kur kum fillu me mësu këtë zanatin. Mandej, pej 67-ës e punoj këtë punë privat në firmën e eme që i prodhoj këto mashinat, plus edhe i kum konstruktu mashinat disa lloj. I kum patentu këto mashinat që janë për blurjen e mishit në Beograd. Mu ka prenu patenti. Prodhojmë mashinat për punimin e drurit, lamperi, dyrë, dritare. Prodhojmë mashinat për sharritjen e drunit. Kem dy lloj ato, kem horizontal edhe vertikal. Cilat janë edhe ato janë ta testu në krejt mashinë. Krejt shka i prodhojmë. Prodhojmë edhe mashina për me qiru kompirat. Prodhojmë mashinat për përzierjen e mishit edhe drunit. Mashinat që bojnë për punimin e drunit, i kem këto. Mashinat prodhojnë lamperi, sharritin lamperi edhe prodhojnë lamperi. Mashinat tjera për dyrë dritare. Kem mashinat që prodhojnë edhe lajsne për zdruktari për lamperi. Mandej kem sharrat, janë vertikal edhe horizontal. Cilat i prodhojmë na prej vitit 1970. Ato i prodhojmë rregullisht edhe kem plasman vjetë. Prodhimi jonë shkon mas shumë të 90-95% shkon për jashta. Qysh për i fillimit na kemi punu në Kosovë, edhe atje ende nuk o nalën prodhimi jonë, shkon atje tregin që kem për para edhe tash hala punoj me ta. E plus, mashinat që kum pasë për prodhimin për blurjen e mishit, ato e kum furnizu për Maqedonien, i vetëm e konë Maqedoni shka i prodhoj ato mashinat e mishit, numër 32 me atest me ketë, ato kemi dhonën në përket Jugoslavinë e përpashme. Tashti mëse mbas luftës, o nalë tregi pak, po apet punojmë diçka me ta. I kem punësun për para, kum pas punësun 5-6 punëtor, 7-8 nëzëndës, rrët. Ndërsa Tash i kem punësun, ka një 18 punëtor punësun. Na kemi nisëm për
pej fillimit këtë punë pej zero. Kemi marrën, për kur kemi nisë në fillim, nuk kemi pas mjete për me ble mashina, po kemi marrë mashina prej atë padi që kanë qitën firmët. Na i kemi reparu vetë, i kemi regullu për me mujtën me ardhën të ejtë e puna, i kemi regullu për me mujtë me punu na, me sos punë tonat, pa ko kanë shkrirë shumë për ato me i kry, mirë po na që i aftësum ato mashina edhe mujtëm me mëri deri se sa mujtëm me ardhën të ejtë e mashina tjera, me ble tjera. To mashina që i kemi ble, to i kemi pej 1980-ës. To këtë repartin për 1980-ës to i kemi ble, ta ashtë do kemi ble ende matreja, to shka i kemi që këtu në këtë terenin këtu i kemi, do i kemi 1989, do i kemi 1993-ës, ashtu që këtë repart kemi pas këtu. Kemi pas një punëtori tjetër, ato e kemi jem të reparu, për me punu ende këtë punë, po mashina që kemi pas atje kemi produktu ketë, ta që me të pu ketë me një vend punojmë. Kem repartin Ferizaj me 4 punëtor, që di bojmë servis mashina tona, prodhimin tonë që ka shkon në Kosovë, e bojmë servis atje. Për punë tona, do një mashinë që ka najt defekt, që japëm garancion për mashina, ato duhet me i bo servis na ato. E mirë majtën e ty në mashina. Na për atë arsye qelëm repartina atje, atë pogon, për me siguru servisin e prodhimit mashinave tona. Ashtu që nësë me pasën probleme në përmjet kufinit me i bajtën, me i qu, se në boj ke problem shumë edhe partnerët tonë që i bleshin ato mashina i kishim problem për udhtimin. Ashtu që udesh na me qelë repartin atje për me siguru servisin. Zotëri Musli Bekteshi si inovator e risimtar i makinave të ndryshme, që u dedikohen prodhimeve të nduardurta, sot në Maqedoni është emër i pranuar dhe i respektuar. Me që rast, flasin emisionet e shumta dhe është shpërblyer me mirënjohje të ndryshme në nivel shtetëror si rezultati punës së tij të palodhshme dhe shumëvjeçare. Ai postjerash është edhe rast eklatent se si një mendje e mprehtë e një punëtori të thjeshtë mund të arrijë deri në atë mas sa të prodhoj vegla dhe makina të cilat nuk i kanë shkuar përdore t'i prodhojnë edhe persona të cilët kanë përgatitje profesioniste superiore. Makinat e zotëri Musliut sot hynë në përdorim edhe në prodhimtarin e vendeve perëndimore. Dhe ato sot janë mjaft të kërkuara si befasi e këndshme e dorës së njeriu të rëndom. Puna dhe mundi, të cilat zakonisht shkojnë së bashku, e që janë karakteristik e protagonistit të emisionit ton, kanë qenë deviza kryesore e tij për të ardhur deri tek suksesi i shumëpritur, që pa më dyshje është edhe nga më të veçantit në Maqedoni. Ai është edhe anëtar i inovatorëve të Maqedonisë, tashmë një kohë të gjatë, dhe është shpërblyer disa herë me mirënjohje të shumta, për çka dëshmojnë ftesat në përtubime të ndryshme për të mbajtë fjalime për kitazi me atë se si ka arritur deri ke një suksesi këtill. Zotëri Musliu, sot në repartin e tij, ka të punësuar një numër të konsiderueshëm të punëtorëve, ndaj të cilëve, siç na than atë, është mjaft korrekt dhe i kryen obligimet me kohë dhe përgjegjësi të lartë. Kontributi i tij në zbutjen e papunësisë është njështu një segment me rëndësi dhe prej tij të punësuarit kanë arritur të mësojnë gjëra të cilat do t'u hyjnë në përdorim në këtë përditshmëri edhe ashtu të rëndë. Me që Gja Musliu
në këtë profesion merret më se 3 dekada. Për atë na thanë se asnjëherë nuk i ka ndodhur të vonohet në punë, me rast për rreth makinave dhe veglave, të cilat ai vetë i prodhon, ndodh të jetë edhe nga 12 orë e më shumë, përderisa ai nuk e arrin qëllimin dhe cakun përfundimtar. Ke ai, sot ndodh që të vinë persona të profileve të ndryshëm që të kërkojnë ndihmë apo ide për pjesë të ndryshme të makinave, qofshin ato më të vogla apo më të mëdha e të komplikuara. Xhamusliu me punën e tij të vyeshme dhe të palosshme ka kontribuar që edhe një pjesë e konsiderueshme e mjeteve materiale të derdhen në vend e jo jashtë shtetit, duke kursyer kështu një pjesë të mjeteve të cilat edhe ashtu fitohen mjaft rënd. Risimtar apo inovator të kalibrit të Xhamusliut sot në vend ka mjerisht shumë pak, dhe ai duhet të jetë shembull i mirë se si edhe në vendlindje njeriu mund t'i krijojë vetvetes kushte dhe ambient modest për jetesë. A jeni shpërbly ndonjëherë për punën që e bëni në nivel shtetëror, për shembull, ndonjë mirënjohje, ndonjë diploma keni? Kem diplomje, kam disa, po nuk i kam këtu, se disi nuk jem kanë ashtu interesuar në t'i kam ato, se kam në për këto inovaci që thojnë, aty kam një 2-3 diploma, po si kam marrë atë kanë ngellën ato. Për inovim, do të thotë, për... Po. I kom ato si kam marrë, se s'kam kanë aq interesuar. Për çka jeni shpërbly aty, për çfarë pune? Jo është nda mirënjohja. Po na i shpërbly për këto se kur i patentojshëm do pjesë të mija të në kohën e Jugoslavisë, kur ishe përpashme, aty u deshke në përmes tyne, u deshke me dokumentat me qunë Beograd për me siguru patentën e këto, shka duhet e shka duhet. E në përmes tyne u deshke me shku. Në përmes kësaj firmës inovacije Makinova. Që ato i kemi kryu atër edhe më të një nuk kam pas nevoj që shkoja ne, ashtu edhe veç u prisht edhe Jugoslavia. Zotri Pajazit, ju në këtë ndërmarrje mjaft të suksesshme jeni i inkuadruar si inxhinier i diplomuar. Do të na thoni me disa fjalë se çfarë detyre kryeni këtu dhe me çfarë obligime jeni i ngarkuar? Detyra prioritare ime është që të shtuat produktivitetin në punë dhe të arrihen suksese me kualitetin e prodhimit. Pasi që deri më tani veprimtaritë private kanë punuar me një farë sistemi në nivelit më të ulët, ndërsa koha edhe konkurrenca e ban të veten, pronari ka po të arsyeshme që të më punëson mua në inxhinier në mënyrë që të rritet kualiteti i prodhimit, produktiviteti në punë dhe efikasiteti. Sa i përket prodhimeve me të cilat miremi ne, i kemi të ndarë në 2 degë. Dega e parë me përpunimin e drunit, makinat të cilat i prodhojmë ne, bëhet përpunimi i drunit, dhe veprimtaria e dytë është makinat të cilat i përdorin në veprimtari hotelerike. Sa i përket prodhimtarive të makinave për prodhimin e drurit, fillojmë prej atine më të thjeshtave e arrim gjerë në makina më të komplikuara, gjë që paravorësisht disa makina janë mjaft të komplikuara që të gjitha pjesë të cilat montohen në të përfshihen diku mbi 100 pjesë. Të gjitha përgatitjen e atyre pjesëve e bëjmë në këtë repart, në mënyrë që bëhet kontrolla e çdo pjesë e veç, përgatiten vizatimet normalisht, të gjitha dokumentacionin është i përgatitur, në moment të dokumentacionit përpunohet, punohen përgatitja e pjesëve dhe finalizimi, mbas finalizimit bëhet edhe një kontrolla para se të bëhet montimi dhe në fund bëhet montimi i makinës. Në mënyrë që të del makina sa më suksesshme, më kualitative, në mënyrë që edhe partnerët afaristë të jenë të kënaqur me rezultatet e punëve tona. Sa i përket kështu makinat të cilat i prodhojnë, kena makinat të zdruptarive, ajo më prioritare që më tepër mi kërkohet apo më tepër ka shitje, janë makinat të llamperive dhe të themi për patos dhe llamperi që i përdorin në shtur popullorçe,
Mandej duke filluar edhe prej sharave, gatera të cilat presin në mënyrë horizontale dhe kanë kapacitet dykun afër 6 kubik në mrena 8 orëve, dhe brenda të cilat kanë kapacitet dykun më të madh prej 10 deri në 12 kubik në mrena 8 orëve. Po mirë, do të thonjim se ky nën qiell njeh raste të shumta si ky që po e paraqesim. Mund të ndodhë që rrethana nga më të ndryshmet në një moment të caktuar të dalin në ndihmë për të qenë një biznismen i suksesshëm. Po ama në gishta veçohen protagonistët si ky të fateve që brenda kolektiveve të tyre të kenë jo vetëm respekt, por edhe një fluid të bashkëdashurisë midis tij dhe punëtorëve. Para se të përmbyllim tablon për Musli Bekteshin, e do kurreshtja që edhe njëherë të këmbejmë mendime sa do të pasistemuara me protagonistin ton. Në vend të përfundimit, këtë rrëfim po e qelim me shpresë se sa nesër në mjedisin ton do të vëmë ura komunikimi edhe më shumë protagonist, siç ishte në këtë emision Musli Bekteshi. Kështu e do natyra e drejtë e njerëzit.